Për para akon e shtypme, tash është e lirë, mundet me dalë me marrëveshje me burrin, ka pas marrëveshje deri diku. Edhe gratë kanë nisë shumë përpara. Përpara kemi pi kafe në shtëpi, tash po dalim në qytet. S'fudojmë me pi në shtëpi. Me thonë janë ftofë marrëdhëniet, shumë. Para 50 viteve kanë urdhër si duhet burrin me ndëgju vjerën, babën, nanën, patjetër ato. Krejt gratë duhet mu marrë vesh me burra. Jo në kryt vetë. Se gjithë njëni është ma i meqem. Që se o buri ma i meqem duhet mja një katina menqurin. Anë që se dhe gruja din, po bashkarisht. Grua sot, si e she, me të kalumën, a ka hecë për para? Shumë ka hecë për para. Ka hecë për para me krejt. Me ditën e sodit. Po. Për para akon e shtypme. Tash është e lirë, mundet me dalë me marrëveshje me burrin. Se ka pas marrëveshje të kalumën, qiftet? Kalumën, Po. ka pas marrëveshje deri diku. Deri diku. A tash po m'duket ma shumë ka marrëveshje. Se ka hecë shumë për para. Koha ka hecë për para edhe gratë kanë hecë shumë për para. Për para kemi pi kafe në shtëpi, tash po dalim në qytet. S'fudojmë me pi në shtëpi. Janë largu, do me thonë janë ftofë marrëdhëniet, shumë. Se këto çto marrëdhëniet? Pse janë ftofë, kërkush se din ata, pse o ma mirë qështu. Po i do këtë ma mirë qështu. A i ka respektu gratë ma shumë burat kalumën se tash, të kom të. Po mendoj tash janë t'i respektu ma shumë se për para. Për para, nashta 60% i kanë respektu, a më tash ma shumë po i respektoj. A ka qenë kalumën që me detyrime kanë pas pa tjetër burat, dhe me thonë mi respektu, e kanë pas si urdhër. Se kanë qenë dhe burat ma të shtetë. Po. Ma para 50 viteve kanë urdhër si duhet burrin me ndëgju vjerën, babën, nanën, patjetër ato. Vllavin, motrën, ata si kanë qenë më të mëdhej se na për shembull. Ti si grua, sa ki marrë urdhëra në familjen e bashkëshortit tonë? Unë edhe tash kam urdhëra. Urdhëra? Nga bashkëshorti? Ja. Kemi marrëveshje se bana i gore pak. Marrëveshje s'kemi urdhëra, asaj asune. Është tolerant ai edhe unë jam tolerante edhe vazhdoj, tutje. Cili ma tolerant, ti a bashkëshorti? Une. Ti. Sa mirë. E po du një mesazh që ta grave mja dhonë. Nga femrave, që a ju kështë ta një mesazh, një këshirë? Viç marrëveshje me pas me burrin, mu koordinu ditën ku me shku qa me ba bashkarisht. Krejt gratë duhet mu marrë vesh me burra. Jo në kryt vetë. Se gjithë njëni është ma i meqem. Që se o burri ma i meqem duhet mja një katina menqurin. Anë që se dhe gruja din, po bashkarisht. Faleminderit shumë.